Kur Zoti të mëshiron, Zoti do t'japë krejt mirat. A don që Zoti me të mëshiru dhe krejt dum që Zoti na mëshiroj, të shloj rahmetin e vet. Janë disa vepra, nëse ne i bëjmë, mali mentash, janë disa vepra që nëse ne i bëjmë, zbret mëshira Allahut. Sot unë nuk mund t'i përmendit shumë për këtyre veprave, do i përmendim disa. Me argumente në Kur'an, me argumente hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Nëse do të zbresi mëshira Allahut mbi ju ose mbi ne, kur e fal namazin, e jep zakatin, zbret mëshira Allahut. Wa aqimu salata wa atu zakata. Po çikosh edhe të lexosh Kur'anin edhe sa herë që lexoni Kur'anin zakonisht namazi, zakati shkojnë bashkë. Wa aqimu salata wa atu zakata, wa aqimu salata wa atu zakata. Pse? Namazi është haku Allahut, zakati është haku insanit. Namazi është haku Allahut, zakati është haku njeriut. Na kanë mësuar dietarët që na kanë thënë që nëse shikon në një katun, në një vend, në një fshat, në një qytet, në një mahall, i shefja 2-3 fukarenj, familje fukarenjsh. Dije se janë ja 2-3 familje që kanë me dhënë zeqat, nuk e japin zeqatin. Nëse shikon në një vend, në një mahall, në një qytet, njerëz fukarenj, dije se ka njerëz që kanë pasuri që duhet ta japin zeqatin dhe nuk e japin zeqatin. Domethënë, bërja i ibadeteve si namazi, si zeqati, kur njeriu i bën ibadetet, zbret mëshira Allahut subhana xhalla xhelal. Allah azza xhalla mëshiron. Ta përfundoj edhe me një histori dhe e kryjm për sot inshallah. Bismillah. Ka qenë janë në kohën e Imam Ahmedit. Imam Ahmedi është një prej 4 mëdhëbeve. Kemi mëdhëb Hanafi, mëdhëb Shafi'i, mëdhëb Maliki, mëdhëb Hanbali. Popullata jonë, vendet tona, vendet e Ballkanit, Shqipni, Kosovë, Maqedoninë e praktikojnë hecim si mas mëdhëb Hanafi. Imam Ahmedi ka jetu në Mekë. Flasim me një kohë atëherë kur s'ka pas as teknologji, as vetura, as i send. Edhe ka qenë imam te xhamia. Kur fashin namazin vit edhe një djalë i ri, por ky djalë i ri hajdut i madh. E kanë pas ditë njerëzit që ky hajdut në namazin e falte në xhami. E merr Imam Ahmedi veç, thot o djalë, o bir. Valla, e në të falesh, e në të vjedhësh, Allahu s'ta bën kabul ty kështu. Diçka i ka thonë ky djalë i ri, ka thënë o hoxh, o dietar, o sheh. I ka mbyll këtë dyrët, e ka lënë një derë qel. Shif, nëse do me zbrit mëshira Allahut, mos më shil dyrët këtë. Mos më shil dyrët. Edhe e lanë, që të thot Imam Ahmedi, e la. Mas një periudhe kohë ka shku Imam Ahmedi në qabe duke bo tavaf, flansim në atë vakët që janë njëft njerëzit të bo tavaf. Jo sot që ke miliona njerëz të bo tavaf. Smet, do me dhanë ashtë shumë kalabalëk se ti mësun merë frymë. Në flasim për atë kohë që pak njerëz kanë bo tavaf, nuk ka pas shumë njerëz në atë vakët. Që të shkojnë numre në haqë, ka desh një prikinet shkojnë në haqë ose numre, në Mekë ju ka desh me muje, me vit ndoshta. Tash, alhamdulillah, kushtet janë ndryshe, Zoti ka letu. Imam Ahmedi duke bo tavaf. Duke bo tavaf e shef një djalë, është kap mas copës qabës. Edhe qanë. Thot, ja, Arab, më falë. Ja, Arab, ma nuk vjedhi. Ja, Arab, kërë e këthen kokën këtë djaliri. Ja, Arab, bona to, bëj tobe, ja, Arab, belalimin. Imam Ahmedi ka thonë atë fjallën e njohur që ka thonë, subhanallah, i madhrum qoftë Allahu, e la një derë qelë, hapët, Allahu ja qeli këtë dyrët. E la një derë qelë, mes ati, mes Allah, me namazin, Allah zë gjele ka më shiru. Prandaj mos i thoni trive, ose trejave, unë jam kundër asajt,
personalisht dhe respektoj mendimin e secilit, a qoftë mendim kundër meja, e respektoj krejt mendimet, që jam kundër atyre njerëzve që thonë kundër. Dhe nuk flas për njerëzit e thjeshtë që thonë nëse s'fal namaz nuk pranohet agjenimi. O ti o njerëz, do të dish njerëz se ku je duke jetu. Ti në Shqipëni i ke 90% njerëzve, 90% njerëzve. Në Shqipëni, nëse agjenojnë, po të them që 80% nuk falen. 80% nuk ka diskutim vlera e namazit, namazi o kryesore, fjalët e fundit, profeti alayhis salam ka qenë namazi. O me tim namazi, nuk ka diskutim, puna e parë që të vetë në peshore o namazi. Mi po pse i largoni njerëzit prej dini? Ti kur i thu njerëzve, nuk pranohet agjenimi se nuk falen, a i afroj, a i largoj. Në kalzoni, afrohen, a largohen? Largohen, nuk afrohen, lebe njerëzit, le të agjenojnë kujt din ti, në përmjet ati agjenimit, në përmjet asaj teravije që vjen në xhami, e një gjën hoxhën, e një gjën një ders. Allah i udhëzon. Ata shtitoshtë, mos agjenoni se nuk bëhet kabul kote kje. Pse hynë ato çështje të fsheta, që është çështje e Zotit, kur i madhi Zot, thot në Kur'anin Kerim, "Fe men ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu." Kush e bën një punë të mirë sa grimca ka me u shpërbly, dhe kush e bën një punë të keqe sa grimca ka me pa. Prandaj leri njerëzit duhet me këshillu, normal ai namaz nuk ka diskutim, po lej njerëzit mos i largo prej dini, mos i largo prej feje, ne duam t'i afrojmë, jo t'i largojmë fe bi rahmetin linta lahum walau kunta fadhal ghalidh al qalbi lan faddu min hawlik. Allah azza wa jalla drejtohet dashmiton, ka thonë me mëshirë i ke tërheq njerëzit. Me mëshirë i ke mbledh njerëzit rreth vetit tanë në mëshirë. Se të kishe qeni ashpër, do ishin largu njerëzit prej teje. Po ka qeni mëshirshëm i buti dashmin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala.